Ndonë se nuk është një institucion i mirëfillt arti, shkolla Mihal Ekonomi në Durrës ka treguar se kur talenti bashkohet me punën intensive dhe pasionin, rezultatet nuk do të mungojnë. Kjo shkollë, e cila e ka kthyer në traditë tashmë aktivitetin e fundvitit, edhe këtë vit hapi ekspozitën e pikturës Ngjyrat flasin, realizuar me punimet të vetë nxënësve. Të pranishëm hapje të ekspozitës ishin mjeshtrat e pikturës, qytetarë dhe turistë huaj, nxënës të shkollas, dashamirës të artit dhe kulturës në qytet. Në ceremoninë e hapjes u fol për punën cilësore dhe me shumë përkushtim të nxënësve të shkollës së mesme jo publike Mihal Ekonomi. Fokusi i vlerësimit u vu dhe në punën e jashtëzakonshme që ka kryer me nxënësit mësuesja e artit Edmonta Rotani, e cila bëri të mundur realizimin e kësaj ekspozite. Mbi 350 punime të përgatitura me shije në të gjitha zhanrat e pikturës flasin mbi punën e jashtëzakonshme që kryejnë nxënësit e shkollës. Mësuesja Edmonta Rotani u shpreh se kjo ekspozitë këtë vit ka zbuluar talente të reja, të cilët janë premtues në fushën e artit. Është bërë traditë që çdo vit shkolla jonë të hapi në fund të vitit një ekspozitë duke përfshirë të gjithë moshat që nga klasa parë deri në gjimnaz. Kemi mbi 110 tablo të punuar në akrilik. Ka shumë tablo që janë ndryshe nga vitet e tjera, ka më shumë gjëra abstrakte, me ngjyra të forta, tendenca të reja. Kemi dhe punime me laps, që janë punuar nga nxënës të një moshe pak më të lartë, të rritur, dhe punime të fëmijëve të vegjël që kanë punuar me akuarel ose me bëra ujë, si mund t'i shpjegojmë ndryshe. Atëherë, kritika ime është që nxënësi të nxjerrë më shumë nga vetja e tij, domethënë imagjinatën, ta zhvillojë më shumë imagjinatën nëpërmjet tablove apo dhe vizatimeve. Dhe të punoj sa më shumë sepse vetëm puna është ajo që e çon përpara. Them se disa nga nxënësit që spikasin akoma më shumë, them që do kenë ndoshta jo një të ardhme në pikturë, po ndoshta në arkitekturë apo ndonjë fushë tjetër, sepse kemi dhe një dy nxënës që merren edhe me veshje, me stilimet e veshjeve. Kështu që them se edhe ajo është një pjesë e artit, dhe kështu që besoj se mund ta vazhdojnë më tutje. Po, patjetër, sepse është mosha, sidomos moshat që janë 14-15, që pak a shumë e kanë marrë një drejtim, mendoj se do ta kenë një gjë të tillë. Ekspozita e pikturës së nxënësve të shkollës u përshëndet nga stafi i shkollës, por edhe njerëz të artit dhe kulturës që ndoqën atë nga afër. Sot kemi hapur ekspozitën e figurative të nxënësve të shkollës Mihal Ekonomi. Është një ekspozitë që tregon për punën e madhe që kanë bërë. Është një arritje për ne sepse janë mbi 350 punë. Dhe 350 punë nga nxënës të ndryshëm, nga më të vegël deri tek më të mëdhenjtë, është një kënaqësi e madhe që na japin. Këto janë talente që mësuesja e artit i ka qëmtuar dhe i ka rritur dhe edukuar ata për të rritur. I ka rritur ata në talentin e tyre. Dhe mësuesja që për cilin ne jemi krenar dhe ajo sigurisht ne e vlerësojmë shumë atë, pa e vlerësojmë gjitha talentin e nxënësve, quhet Edmonta Rotani, dhe është një nga mësueset më të përkushtuara, sepse dhe vetë është artiste, është piktore, është violiniste dhe me gjitha është pasionante në punën e saj, i don nxënësit, është tepër humane dhe do të them që merita është e saj që i ka edukuar dhe gjithë këtyre që e dëgjojnë dhe shkojnë pas saj në rrugën e bukur të artit. Kjo nuk është shkollë artistike, kjo është shkollë e kulturës përgjithshme, për ama që i jep mundësi fëmijëve të provojnë aftësitë e tyre, është shumë gjë e mirë, është një mundësi e jashtëzakonshme. Edhe aq më tepër ekspozita e përvitshme, se është disa vjet me radhë që bëjnë kjo shkolla, e bën si traditë. Edhe midis këtyre punëve me aq sa marrë se nuk jam specialist i mirë i pikturës, po e shoh që ka megjithënë fëmijë të shkathët, të zgjuar, të talentuar që punojnë me shumë kujdes. Ekspozita do të qëndrojë hapur disa ditë, ndaj të gjithë do të kenë mundësi që ta vizitojnë.